Në epokën e rrjeteve sociale, çdo gjë është një lojë. Loja e fundit, kështu shprehet Luizi për filmin e tij të ardhshëm në bashkëpunim me Kiara Titon. Filmi do të lancohet në Shën Valentin. Por Kiara ka bërë një story ku i bëri të gjithë të aludojnë, teksa numërimi mbrapsht për premierën e shumëpritur të filmit me Louise Ellen ka nisur. Kiara Tito duket se nuk e ka gjetur qetësinë e plot në prag të këtij eventi. Moderatorja, e njohur për stilin e saj të drejtpërdrejtë dhe shpesh pa filtrat e zakonshëm të showbizit, ka zgjedhur Instagramin pak minuta më parë për të dhënë një mesazh të fortë. Në zhargonin e botës së famshme, ky mesazh përkthehet qartë si një thumb i drejtpërdrejtë për ditë që duket se nuk e ka pranuar dot vëmendjen që çifti po merr këto ditë. Përmes shprehjes në anglisht xhelozia është sëmundje. Shërim të shpejt, Kiara ka lënë të kuptohet se kjo periudhë e ngarkuar me angazhime ka sjellë edhe syrin e keq rreth saj. Ndërkohë që nuk dihet ende saktësisht se kujt i drejtohet ky status, spekulimet flasin për dy mundësi, ose bëhet fjalë për një hatërmbetje të momentit me njerëz të rrethit të ngushtë, ose për një rivalitet të vjetër që është riaktivizuar tani që ajo dhe Luizi janë sërish kryefjala e mediave roz. Zakonisht, personazhet publike tentojnë të shfaqen sa më pozitiv dhe të distancuar nga dramat para lançimeve të mëdha, për të mos ekspostuar vëmendjen nga projekti që po promovojnë. Por Kiara këtë herë ka vendosur të mos hesh, duke treguar se nuk është e gatshme të injorojë komentet e pashembullta pas shpinës së saj. Ky postim duket të jetë një mënyrë ironike për të dërguar një urim xhelozëve, duke treguar njëkohësisht vetdijen për atë që flitet pas krahave. Mediat dhe ndjekësit tashmë po presin me kuriozitet nëse kjo deklaratë do të pasohet me ndonjë sqarim tjetër, apo nëse gjithçka do të mbetet e mbyllur deri në natën e premierës, ku vëmendja do të përqendrohet tek filmi dhe performancat e aktorëve. Një gjë është e sigurt, Kiara ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të lejojë që ndonjë e vogël pas shpinës të zbejë momentin e saj të lavdisë dhe suksesit. Në këtë periudhë intensive për paraqitjet dhe intervistat, mesazhi i saj duket se shërben si një paralajmërim se çfarëdo reagimi negativ apo rivaliteti i vjetër nuk do të pengojë entuziazmin dhe fokusin e saj mbi projektin dhe partnerin e saj në skenë. Ky është një kujtesë e qartë për publikun dhe për kolegët se kur fama dhe vëmendja janë në kulmin e tyre, xhelozia është vetëm një sfond pa rëndësi. Ne i urojmë suksese Kiarës dhe Luizit.